Ja, po. Ligit pika. Pik, do fillon. Po të prasati. Po më nejtë... Ke për të treguar se do pasi ke kaluar. Po më nejtë afër. Mirë të bësh. Po më nejtë larg, nuk do bësh mirë. Të bësh shumë. Do bësh shumë mirë, apo jo? Që për rasta. Pa vash e drejt që vash se gati na thithë syzet. A vash, se gati na thithë syzet neve. E dim që ashtu, po që ta ka muhabetin gati na thithë syzet neve. E para që muhabet, e dyta, tash është bërë shumë serioze çështja, sinqerisht e kam. Miri hengri tumë të madh para gjithëve duke folur, duke thënë që e shoh si vajzën time. Nëse Miri tani duhet jemi realistë dhe të flasim si duhet. Nëse Miri sepse po e nxjerr jashtë kontekstit një marrëdhënie bab e vajzë. Okej? Tani nuk shikoj unë dot vajzën as të lahet në dur, ta shikojmë kur fërkohet ajo na këteja ndejem the thash fërkon trupin, unë ta shikoj e para punës e dytë e punës. Aman se e dim se si puthet një vajzë, e dim si trajtohet një vajzë, e dim si duhet trajtosh një si vajzë, ata që janë prindër me pak fjalë. Fuz vetën time. Baba i vajzave për shembull. Mos na shpipni tani, mos na brit të se Miri tha Eriola Doçi. Ndonjëherë më vjen si një marrëdhënie, më duket si manjak. Ndonjëherë, edhe kishte sakt. E parë të punës kjo, e dytë e punës. Tani këtu faj për këtë lloj situate që ka ardhur në këtë pikë, nuk është vetëm e xhikës. Se xhike na fike. Por ama dhe pak mos distancimi i Selinës. Duhet të thënë kjo pjesë. Kaq, mund të jetë vajzë mirë, artikuluar e bukur e gjitha me radhë, ama duhet të thënë kjo pjesë që dhe ajo nuk po mban fare distancë. Fare. Sepse po i shijon kjo lloj loje, kjo lloj vëmendje, sepse është vetëm në mënyrë që në prime ka 3 javë që vetëm diskutohet kjo lloj situate. Pra do të thotë që të dy kanë interes për bashkë me njëri tjetrin. Njëri më pak, tjetri më shumë, të dy një lloj për mua. Hidhe prit janë, hidhe prit. Timi realist. Po që ndoshta Selina ka shtuar që se ka të vetin Monikën, se si shta mbrëmi kështë ka për pelesh kokë që ka shanëzit gjatë ty. Drejt që hëngë, se është fytyra, njerë pasaj loja. Nuk jam kundra, po mos të kishte thënë Miri për shembull që më pëlqen si person, por e patjetër mund ta dashurosh. As bëhet fjalë edhe pse je 20 vjet më i madh, s'ka problem fare. Por janë dy gjëra që janë ngërsh në këtë situatë. Miri që thotë jam i martuar dhe që ka thënë që kam si vajzën time. Dy gjëra që nuk përtypen. Ose të dali të thoj vllai jam i ndar, edhe do të rej deklarë dhe e shoh më kanë lindur ndjenja për këtë çup, edhe pse ne kemi kuptuar se presha dhe hudra nuk ham gjithë ditën. Që mos kuptojmë që të bëhemi budalli. Drejt që e hëngër, se na i shpifët këtë lloj marrëdhënie. Por që të dy e kanë fajin. Të dy janë duke luajtur dhe të dy i shijon kjo lloj vëmendje dhe kjo lloj situate. Por jo, nëse është kjo rruga e dur për të fituar çmimin e madh drejt një Big Brotheri, ndoshta mund ta fitojnë, ndoshta jo, por është rruga më e shpifur. Kaq. Ai çao.